Sipas të dhënave të Eurostat, në Bashkimin Evropian, rreth 56.4% e pensionistëve të vetëpunësuar vazhduan të punojnë pas marrjes së pensionit të pleqërisë. Ky fenomen është veçanërisht i shprehur në vende si Suedia, ku 98.4% e pensionistëve të vetëpunësuar mbeten aktiv në tregun e punës, ndjekur nga Finlanda me 88% dhe Irlanda me 87.7%. Në anën tjetër, vendet si Spanja me 18.2%, Greqia me 20.3% dhe Slovenia me 40.4% ka nivele më të ulta të këtij fenomeni. Kjo tregon një larmi të madhe në praktikat dhe mundësitë që kanë pensionistët për të mbajtur një aktivitet ekonomik pas daljes në pension. Në kontekstin shqiptar, tendenca është gjithashtu e dukshme. Sipas statistikave kombëtare të vitit 2023, një pjesë e konsiderueshme të vetëpunësuarve janë në moshën e pensionit. Konkretisht, rreth 44.1% të vetëpunësuarve në total për grup moshën 65 vjeç plus vazhdojnë të punojnë. Për më tepër, 39.3% të punësuarve në total në grup moshën 55 deri në 64 vjeç janë gjithashtu të angazhuar në vetëpunësim. Kjo tregon se të moshuarit në Shqipëri vazhdojnë të jenë aktiv ekonomikisht, shpesh për shkak të mungesës së mbështetjes sociale ose nevojave financiare. Nga të dhënat e Instat duket qartë se nga të vetëpunësuar në total moshat mbi 55 vjeç kanë përqindjen më të lartë. Ky fenomen i vazhdimit të punës pas moshës së daljes në pension lidhet me sfida të ndryshme sociale dhe ekonomike. Në Shqipëri, mungesa e mbulimit të mjaftueshëm në skemat e sigurimeve shoqërore dhe pensioneve nxit shumë individ që të vazhdojnë aktivitetin ekonomik, sidomos në sektorin informal ose vetëpunësim. Ky është një faktor që ndikon gjithashtu edhe në normën e lartë të punësimit tek të moshuarit. Të dhënat tregojnë se në të gjithë Europën dhe veçanërisht në Shqipëri, një pjesë e madhe e pensionistëve të vetëpunësuar zgjedhin të qëndrojnë aktiv në tregun e punës, çka pasqyron ndryshime demografike, ekonomike dhe sociale të kohëve tona.